Banorët e kësaj lagjeje e vështronin kopshtin e këtij burri me një habi të plot dhe mosbesim. Ai po sillte goma pas gomash, duke mbushur kopshtin e tij deri në gryk, pa u ndalur asnjë moment. Në fillim, shumica e fqinjve filluan t'i tallnin përpjekjet e tij, duke menduar se ai thjesht kishte humbur mendjen. Por, gjithçka ndryshoi në çastin kur ata kuptuan se cilat ishin qëllimet e tij të vërteta. Përgatituni për një histori që do t'ju tregoj se pas asaj që duket si çmenduri, shpesh fshihet një zemër e artë dhe një mision që askush nuk e priste. Njerëzit e kësaj lagjeje e shikonin oborin e këtij njeriu me habi të plot. Ai po transportonte goma pas gomash, duke mbushur kopshtin e tij deri në buzë. Në fillim, shumica e banorëve vazhduan t'i tallnin përpjekjet e tij dhe menduan se ai po humbiste mendjen. Por kjo ndryshoi kur ata kuptuan se cilat ishin qëllimet e tij të vërteta. Por përpara se të vazhdojmë, shtypni butonin like, abonohuni dhe i bini ziles që të mos humbisni asnjëherë historitë tona të ardhshme. Në fillim, Frank pa Billin duke mbajtur disa goma në dorë. Bill po i mbante ato nga diku pas kasoles së tij dhe po i vendoste gomat pas rrethimit të kopshtit. Frank logjikisht supozoi se do t'ishin vetëm disa prej tyre. Ndoshta Bill po ndihmonte dikët pastronte një garazh. Por ndërsa pirgjet pas gardit filluan të rriteshin dhe Bill vazhdonte të sillte goma pas gomash, pa asnjë send tjetër në mes, situata u bë mjaft më e çuditshme. Në këtë pikë, Frank la komoditetin e kuzhinës së tij dhe doli në kopsht për të vëzhguar skenën e çuditshme. Dhe ndërsa Frank po kalonte në përlëndinën e tij, ai ishte fiks në kohë për të parë fqinjin e tij duke e çuar punën në një nivel tjetër. Mbajtja e gomave një nga një, siç duket, nuk po mjaftonte më. Kur Frank arriti te gardi midis shtëpive të tyre, ai pa Billin duke ecur mbrapsht me makinën e tij që kishte një rimorkjo të ngjitur pas saj. Një zhurmë mprehtë sinjalizuese erdhi nga kamionçina Chevy që Bill drejtonte, teksa kthehej mbrapsht në hapësirën e kopshtit. Pasi ndaloi, Bill doli dhe hapi pjesën e pasme të rimorkios. Brenda pak sekondash, 10 goma u rokullisën nga rimorkio dhe ranë mbi bar. Frank, duke pirë një glënk nga kafeja e tij të mëngjesit, e pyeti fqinjin e tij se çfarë po bënte. Si përgjigje, Bill e pas Frankun me një vështrim paksa nervoz dhe e të zënë në befasi në fytyrën e tij. Fytyra e zbehtë e Billit pa nga toka ndërsa mërmëriti disa fjalë qartësisht të ushtruara. Shpjegimi i tij ishte se nuk ishte asgjë e madhe, thjesht pak pastrim pranvere. Frank nuk besoi asgjë nga ato, por kur e pyeti pak më tej, Bill u mbyll plotësisht dhe vetëm hungëriti teksa u kthye në makinën e tij. Bill po fshihte diçka, por Frank nuk mund ta thoshte ende se çfarë ishte. Për të shmangur bisedat e mëtejshme, Bill u largua me kamionçinën e tij, duke lënë pas një kopsht rremuji të mbushur me goma. Disa orë më vonë, Bill u kthye, por deri atëherë e gjithë lagja ishte zgjuar dhe në dijenjë të situatës së çuditshme. Grupe njerëzish qarkullonin rreth shtëpisë së plakut, duke përshpëritur me njëri tjetrin ndërsa vështronin skenën. Disa po bënin foto dhe Frank kishte parë asgjë se disa prej tyre kishin shfaqur në Facebook. Ishte sikur intriga e jashtme e këtij vendi po rritej po aq shpejt sa po rriteshin pirgjet e gomeve. Njerëzit talleshin me Billin, duke thënë se ai po humbiste mendjen. Disa madje e akuzuan atë se kishte vjedhur mbeturinat e qytetit, pyetur me zë të lartë ku tjetër mund të merrte një njeri i vetëm aq shumë goma. Por Billit nuk i bëhej vonë. Ai shpërfilli të gjitha fjalët dhe vazhdoi të punonte ditë dhe natë, duke transportuar rrota të zeza gome derisa dolën lart mbi rrethim. Edhe pse Frank hoqi dorë nga përpjekja për të ndërprer Billin në çdo gjë që po ndërtonte, ai nuk mund ta ndiqte të intriguar prej saj. Si vjedhoi, Frank gjeti veten duke shikuar nga dritarja e dhomës së tij të gjumit deri vonë pas mesnate. Kjo e irritonte shumë gruan e tij, që vazhdonte të përpiqej ta bënte atë të shkonte në shtrat. Mendimit kurioze të Frankut u kthye në frustrim. Ai pyeste se çfarë djalli po bënte Bill atje. Burri ishte afër moshës së pensionit, megjithatë ai po punonte me ndërime të 14 orësh, duke rreshtitur goma pas gomash sikur të ishte puna më e rëndësishme në botë. Frank ndjeu se duhej të dinte se çfarë po planifikonte Bill. Nga fundi i javës u bë qartë se jo vetëm Frank dhe lagja kishin vënë re diçka që nuk shkonte me Bill. Gjatë orëve të para të premtes, një burr i zemëruar i ra ziles së tij dhe goditi derën e frontit me grysht. Frank vënë re dhe doli për ta përshëndetur burrin. Ai e pyeti Frankun nëse mund ta ndihmonte. Burri u largua pak nga dera, mbajtur ende dorën e tij grysht të shtrirë të shtrëngur fort, ndërsa shikonte Frankun. Ai pyeti nëse Frank e kishte parë burrin që jetonte atje, duke shpjeguar se Bill nuk po ja hapte derën.
Frank shpjegoi se Bill kishte sapo larguar me makinë, ndoshta për të marrë më shumë goma. Frank shtoi se Bill ndoshta do të kthehej për rreth 1 ore, gjatë se ai kishte lëvizur si me sahat gjatë gjithë javës. Burri duke i konfuzuar, duke mos e kuptuar ende se çfarë do të thoshte kjo, por ishte gati ta kuptonte. Dhe kur Frank zbuloi se cili ishte ky burri i panjohur dhe i zemëruar, gjërat u përshkallëzuan shpejt. Përpara se të zbulojmë sekretin që Bill po fshihte pas kësaj mali me goma, nëse ju pëlqejnë këto histori, ju lutem bëni subscribe në kanal dhe shtypni butonin like. Mbështetja juaj na ndihmon të tregojmë të vërtetat e pashpjeguara. Burri shpjegoi se ai ishte shefi i Billit, dhe siç duket, Bill kishte munguar nga puna pa një arsye të mirëqenë. Shefi i Billit shpjegoi se ai ishte zakonisht shumë i përpikt. Ndonse i qetë dhe preferonte të punonte vetëm, ai nuk ishte vonuar asnjëherë. Shefi i Billit shpjegoi se ai kishte telefonuar shumë herë, por askush nuk ju ishte përgjigjur. Frank u përgjigj sinqerisht se nuk ishte i sigurt se çfarë po ndodhte. Ai bëri disa hapa pas në mënyrë që të shihte rrethimin që ndante kopshtet e tyre nga lëndina e prarme. Frank i thoshte punëdhënësit të Billit se vërtet kishte të bënte me atë që po ndodhte në oborin e shtëpisë, dhe shefi duhet ta shihte. Franku e drejtoi shefin e Billit pas kondit të shtëpisë, i pasigurt se çfarë do të thoshte burri kur të shihte vendin. Pirgjet e gomave dukeshin edhe më të lartë tani, gjajsa si e gëltinin të gjithë kopshtin. Madje mund të dalloje ku mbaronte lëndina dikur dhe ku fillonte pjesa e pasme e shtëpisë. Asgjë tjetër përveç gome të zezë për gjatë. Shefi i Billit ndaloi në vend duke parë syt hapur oborrin e pasëm. Gomat ishin të rreshtitura atmant në një këmbë apo rreth 3 metra lart, duke blokuar çdo pamje të kopshtit poshtë. E vetmja gjë ende të dukshme pas rrotave ishte pjesa e sipërme e shtëpisë së Billit dhe çatia e një kasoleje të vogël në njërin anë. Në anën tjetër të malit me goma, njerëzit kalonin në rrugën paralele me oborrin e pasëm. Ata zgadalsnin hapin duke zgjatur qafët për të parë më mirë. Frank mund të dëgjonte të qeshurat e mbuthura nga zërat nga rruga. Dikush thirri se Bill po çmendonte dhe në fund e kishte humbur mendjen. Frank heshti. Ai kishte kaluar gjithë javën duke menduar për projektin e çuditshëm të Billit. Megjithatë, nuk i pëlqente kur njerëzit talleshin me fqinjin e tij në atë mënyrë. Megjithatë, mbrojtja e gjendjes mendore të Billit pas dëshmisë së kësaj ishte e vështirë. Ishte si të vështronte një fortërec gome dhe ende nuk kishte iden se pse ekzistonte. Shefi i Billit qëndronte me duart në je, duke u vryntur ndërsa vështronte skenën. Ai mërmëriti qetësisht më shumë me veten e tij se sa me Frankun, duke pyetur veten se çfarë po bënte Bill atje. Frank ngriti supet duke pranuar se ajo pyetje i kishte qëndruar në mendje ditësh. Pastaj, shefi i Billit e pa Frankun me një guxim të papritur. Ai sugjeroi se mëves duhet të shkonin në kopsht dhe ta zbulonin. Frank hezitoi sepse nuk kishte guxuar të shkelte në oborin e Billit më parë, por me shefin e Billit pranë saj, ai u ndjeu më guximtar. 2 palë sysh ishin më mirë se një. Me Billin tani të munguar nga shtëpia e tij, kishin një dritare mundësie për të parë më nga afër. Nëse kishte një kohë për të marrë përgjigje, erdhi tani. Të 2 burrat u ngjitën me kujdes mbi një pjesë të vogël të rrethimit që gomat ende nuk e kishin gëlltitur ende. Ata ranë në një shtrip të ngushtë toke, gjajsa pik në hapësirën nga dikut. Shefi i Billit ra në tu dyja këmbët, por Frank rrëshqiti dhe goditi tokën me pjesën e poshtme të shpinës. Ishte vërthi se hapësirë mjaftueshme për të lëvizur. Rreth tyre, gomat ngriheshin lart mbi kokat e tyre, duke bërë lëndrimin në përkopshtin e gjatë dhe të ngushtë mjaft të vështirë. Duke qëndruar afër gardhit, Frank dhe shefi i Billit filluan të lëviznin me kujdes nëpër atë kopsht të mbushur me goma, derisa në fund arritën në kasolen në mes. Edhe atje duhet të lëviznin ngadalë. Me shpinën ende pas kasoles, Frank zgjati dorën, duki dorezonin e derës së kasoles. Ai vuri re se ishte e hapur. Frank hyri pari, madje shihte asgjë përpara. Errësira e kasoles e bënte çdo hap të panjohur. Shefi i Billit e ndoqi pas, të 2 burrat pëshpëritnin dhe lëviznin sa më qetësisht mundshme. Brenda kasoles ishte praktikisht terr të zi. Drita e zbeht nga kopshti në mënyrë se kalonte pirgjet e gomave në hyrje. Frank hodhi një hap të ngadalt përpara, toki me kujdes me duart e tij të shtrira përpara. Gishtat e tij në fund prekën metalin e ftohtë të një ndërriçuesi dritës në mur, pik në gjak derës së kasoles. Ai e ktheu ndërriçuesin dhe pat pritmas një dritë e fortë u ndez lart. E gjithë brendësia e kasoles u zbulua në një çast. Të 2 burrat mbyllën syt nga shkëlqimi i papritur. Ata prisnin të gjenin një ndërtesë druri, kryesisht të zbrazët, ku shumica e njerëzve do të ruanin makinën e tyre të barit dhe disa vegla kopshti.
por kjo kasole nuk mbante asgjë të tillë. Ky vend ngjante më shumë me punishten e një njeriu të fiksuar sesa me çdo gjë tjetër. Kishte një tryezë pune të gjatë përgjatë murit të pasëm, të mbuluar me të gjitha llojet e veglave të ndërlikuara. Muret ishin të mbushura me skica dhe projekte të ngjitura kudo, dhe së bashku ato dukeshin se formonin një model të madh që shtrihej në të gjithë sfondin. Frank eci mëtej, duke parë projektet me sy të hapur. Skicat ishin të mbushura me detaje të strukturave të mëdha prej gomash, kornizave metalike dhe dizenjeve të çuditshme të përdredhura që nuk kishin asnjë kuptim të menjëhershëm. Të dy po skanonin vizatimet, duke u përpjekur të kuptonin se çfarë do të thoshin të gjitha këto plane të çuditshme. Shefi i Billit përshpëriti, duke pyetur se çfarë dreqin po ndërtonte Billi. Sytë e tij u ngushtuan teksa shikonte më afër një diagram që tregonte goma të rreshtuara në një spirale të çuditshme. Frank tundi kokën, po aq i konfuzuar sa shoqëruesi i tij. Por përpara se të kuptonin ndonjë nga projektet, ata dëgjuan një zë nga jashtë në kopsht. Ishte zhurma e pagabueshme sinjalizuese e kamionçinës së Billit që po kthehej mbrapsht. Të dy burrat ngrin, duke shkëmbyer vështrime të shqetësuara ndërsa dëgjonin rimorkion të hapej. Gomat ranë në tokë, njëra pas tjetrës, çdo zhurmë e bënte Frankun më anktioz. Pastaj hapat kërciten më afër kasolles. Bill po vinte. Paniku u përhap shpejt. Frank shikoi dorezën e derës pikërisht kur ajo filloi të lëvizte. Ai kapi shefin e Billit nga shpatulla, duke përshpëritur se duhej të fshiheshin dhe shpejt. Të dy ata kërkuan në kasole për një vend fshehjeje. Vendi i vetëm mjaft i madh ishte një dollap i madh magazinimi në cepin e largët. Ata vrapuan sa më qetë që të ishte e mundur drejt dollapit, duke ulur poshtë dhe duke u shtrydhur pas tij së bashku. Dera e kasolles u hap vetëm disa sekonda më vonë. Frank mbajti frymën dhe u shtriq pas murit të pasëm të dollapit. Bill hyri brenda. Hapat e tij të rënd bënin një hon nëpër kasollen e heshtur. Dhe menjëherë vuri re se diçka nuk shkonte. Drita sipër tryezës së tij të punës ishte ende e ndezur. Ai hungëriti, duke parë lart drejt saj, dhe më pas bërtiti, thirrur se ata po shkelnin pronën e tij. Frank shikoi ndërsa Bill kapi një lev gome të madhe dhe rënd nga tryeza e punës dhe filloi ta godiste fort sipërfaqen prej druri. Goditja e lartë bëri jehon dhe zëri i Billit po dridhej nga një zemërim i vërtet. Frank e dinte se ishin gabim që kishin hyrë pa leje në pronën e tij dhe nuk kishin asnjë rrugë dalje. Frank doli nga pas dollapit me duart e ngritura. Ai shpresonte se Bill do të shihte se nuk kishte qëllim të keq. Shefi i Billit doli edhe ai, duke kërkuar falje shpejt për hyrjen e fshehtë. Shefi shpjegoi se ju vinte keq dhe nuk duhej të kishin hyrë ashtu, duke shtuar se me të gjitha thashethemet, zhurmën dhe Billin që nuk shfaqej në punë, njerëzit kishin filluar të flisnin gjëra. Frank këmbguli se nuk po përpiqeshin të talleshin me të. Ata donin të kuptonin se çfarë po ndodhte. Ai përfundoi duke thënë se Bill duhej ta pranonte se i gjitha dukej shumë e çuditshme nga jashtë. Ai ende duke i mërzitur, por një pjesë e zemërimit ishte zbehur nga fytyra e tij. Ai shikoi të dy burrat dhe më pas projektet në mur. Pas një momenti të gjatë, Bill psheriti dhe më në fund pohoi me kokë, premtuar se do t'ju shpjegonte gjithçka. Bill pranoi se e dinte se duhej të dukej çmenduri, por këmbguli se kishte një arsye. Gomat nuk ishin mbeturina, ato ishin pjesë e diçkaje të rëndësishme për të. Ai shpjegoi se i kishte mbledhur gomat për të ndërtuar një këndlojrash gjigant për fëmijët e lagjes. Bill ishte rritur i varfër dhe të vetmet kujtime të lumtura që kishte ishin duke luajtur mbi gomat e vjetra pas një garazhi lokal. Ai donte t'ju jepte atë lumturi të thjesht fëmijëve të lagjes. Projektet treguan plane të detajuara për lishatje, mure ngjitje, tunele dhe edhe një labirint gomash, të gjitha të dizenjuara për siguri dhe argëtim. Bill kishte përdorur kohën e tij të lirë dhe disa ditë të humbura pune për ta ndërtuar vetë, sepse nuk mund të punsonte askand. Ai donte që këndlojra të ishte një surprizë. Frank dhe shefi i Billit dëgjuan në heshtim, duke kuptuar se sa gabim ishin ata dhe lagja. Bill nuk po humbiste mendjen apo planifikonte ndonjë gjë të rrezikshme. Ai po përpiqej qetësisht të ndërtonte një gjë të bukur për të tjerët, pa kërkuar mirënjohje apo ndihmë.
Ishte një dhuratë që ai donte se dikush se kishte dhënë atij kur ishte fëmijë. Lajmi u përhap shpejt se çfarë Bill po ndërtonte vërtet. Lagja u bashkua për të përfunduar kënd lojrash, dhe në fund, të qeshurat e fëmijëve u bën shpërblimi i vërtet. Obori i Billit nuk ishte më thjesht plot me goma, ai ishte plot jetë. Po ju, a keni gjykuar ndonjëherë dikë gjët me pamjen e parë për të zbuluar më pas se kishit gabuar plotësisht? Dhe çfarë mendoni për projektin e Billit? A do të kishit dashur të kishit një kënd lojrash të tillë kur ishit fëmijë? Na tregoni në komente. Kjo ishte historia prekse e Billit dhe kështjellës së tij me goma që u kthye në një parajs për fëmijët. Nëse ju pëlqeu ky tregim i mirësisë së fshehur, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin like. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim më shumë histori që na kujtojnë se bukuria shpesh fshihet aty ku nuk e kupresim. Shihemi në videon e radhës.